jap garanci të plot para çdo shqiptari se asnjë rrogtar i këtij shteti përfshi presidenti dhe kryeministrin nuk mund të bëhet me 3 de facto me 4 në rrogën e shtetit. Nuk të lejon kursesi. Por ky s'ka 3, ka 4, sepse ky deklaron se jam me qera tek vjerri. A e kuptoni ju tani se çfarë mashtruesi është? Apartamenti është ndërtuar, ky është aksioner aty dhe thot jam me qera tek vjerri. Jam i vetmi politikan me vetim të plot nga armiqtë e mi. Çfarë nxoren? Nxoren se kursimet e mia dhe pasuritë të gjithçka e imja ishin një apartament 40 metra më i madh se ai në diktaturë dhe 100.000 euro 54 vite punë. 100.000 euro. Bashkë me bashkëshortën time.